Sot bëhet 25 vjet nga dita e errët e 23 nëntorit vitit 2000, kur para derës së banesës së tij, në mes të Prishtinës sonë, u shua një zë që nuk do duhet shuhej kurrë. U vra një penë që kishte vetëm një qëllim, t'i tregonte botës se ky vend e ky popull meritojnë lirinë. U vra një njeri që nuk kishte asnjë armë tjetër përveç më të fortës, të vërtetës. Nuk është rasti po ashtu që kjo akademi mbahet sot në Reporting House, në muzeun që ruan punën, sakrificën dhe të vërtetat e gazetarisë së Kosovës, dhe në këtë shtëpi të dokumentimit, të dritës dhe të kujtesës, ne përulemi para njeriu që i përkiste pikërisht këtij profesioni. Xhemal Mustafa ishte patriot i së vërtetës, publicist i fjalës së lirë dhe kronist i kohëve më të vështira të vendit. Ky vend i jep kuptim dhe më të thellë pranisë sonë këtu, sepse këtu regjistrohet historia e atyre që shkruan për Kosovën, që bën për Kosovën, dhe sot ne këtu nderojmë njërin prej më të mëdhenjve tyre. Këtu në këtë vend të fjalës dhe të kujtesës, jeta dhe vepra e Xhemës marrin formën e plotë asaj që ishin në thelb. Një testament i së vërtetës në shërbim të lirisë. Xhemal Mustafa lindi më 23 gusht të vitit 1953 në Glamnik të Podjevës, qyshëri u dallua përmendje të ndritshme dhe shpirt të butë. Studimet në fakultetin filologjik dhe paralelisht në gazetari japën dyesh një karriere që do ta shndronte në njërin prej zërave më me peshë të kulturës dhe të mendimit publik në Kosovë. Në rilindje ai gjeti vendin e natyrshëm ku pena e tij u forcua dhe u rrit e u bë armë për identitetin shqiptar, për kulturën, letërsinë dhe lirinë. Më vonë si redaktori bujkut e i demokracisë dhe në Zvicër si drejtues i edicionit të rilindjes në diasporë, ai u bë ura më e rëndësishme mes Kosovës së shtypur dhe botës së lirë. Një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij ishte padyshim ai vitit 1989, kur së bashku me një grup idealistësh, intelektualësh e vizionarësh të kohës, ai hodhi themelët e lidhjes demokratike të Kosovës, partisë së parë pluraliste në vend. Me Ibrahim Rugova në krye dhe me njerëz si Xhemal Mustafa për rreth, Kosova nisi rrugtimin e saj drejt lirisë me urtësi, me dinitet dhe me filozofi të pambajtshme rezistencës pasore. Për shumë vite, Xhemal Mustafa ishte këshilltar për informim i presidentit Rugova, duke ndërtuar me fjalë të kujdesshme e mendim të pjekur komunikimin politik të një kohe kur fjala e lirë ishte mbi jetesë. Në qendrën për informim të Kosovës, sidomos gjatë viteve të luftës, ai u bë zëri i arsyes në epokën e errësirës, i qartë, i saktë, i drejtë. Ai dokumentoi, ai kumtoi, ai mbrojti të vërtetën e Kosovës para botës. Dhe në gjithë këtë kohë, vepra e tij letrale dhe publicistike ishte vazhdim i natyrshëm i jetës së tij, një jetë e përkushtuar, e rënd nga përgjithësia dhe e pastër nga qëllimi. Pra Xhemal Mustafa nuk ishte thjesht një intelektual i kohës së vet, ai ishte një prej themeleve morale të lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes për liri, pavarësi dhe demokraci. Ai ishte pjesë e brezit që nuk kërkoi lirinë me britma, por e ndërtoi me fjalë, e ndërtoi me qartësi, me mendje të thjellët, me dinitetin e rrallë që shoqëroi atë dhe bashkëpunëtorët e tij gjatë gjithë jetës. Zonja dhe zotërin të nderuar, Xhemal Mustafa jetoi për të vërtetën, e vdiq për të vërtetën, dhe sot ne jemi dëshmitar të asaj se e vërteta nuk vritet. Trupin mund dhe t'ja marrin, por idenë asnjëherë, fizikun mund t'ja ndalin, por veprën kur. Sot, 25 vjet më pas, ai është një figurë më e madhe se kurrë, sepse koha u jep peshë atyre që kanë qenë të drejtë
dhe Xhamal Mustafa ishte i drejtë. Ai deshi Kosovën me zemër dhe mbrojti me mendje. Ai besoi te Evropa jo si gjeografi, por si vlerë. Ai qëndroi në rrugën jo për karrierë, por për bindje. Ai mbrojti lidhjen demokratike jo për poste, por për ideal të madh. Ai mbrojti fjalën e lirë sepse e dinte se pa të nuk ka shtet, nuk ka demokraci, nuk ka Kosovë dhe nuk ka republikë. Prandaj, duke thënë këtë, të dashur zonja zotrin, ju lutem që për një moment të ngriheni të gjithë në këmbë për kumtimin që kam për të bërë sot këtu. Sakrifica Xhemalit është gur themeli i shtëtësisë sonë, vendit ku po rrisim fëmijët tonë. Ajo është borxh që Kosova u ka juve brez pas brezi. Dhe sot këtu nuk flasim vetëm për Xhemailin si pjesë e historisë sonë politike, por edhe për Xhemailin si pjesë të familjes tuaj. Burrin, baban, vllaun, njerin e shtëpisë, njeriu me të cilën sot do të donit të uleshit në tryezë, të ndani fjalë të mira, gëzime e sfida të jetës. Dhimbja juaj është dhimbje e Republikës Kosovës dhe Kosova nuk ka të drejtë dhe nuk do të harroj. Dhe si pjesë e familjes, më lejoni t'ju shpreh edhe konsideratën më të lartë, edhe për trashëgiminë biologjike të kryefamiljarit tuaj, që sot na reflektohet nëpërmjet birit të Besjanit. Besjani, sot zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputet i popullit Kosovës, bashkëpunëtor ynë i përditshëm, është shembulli më i qartë se vlerat nuk ndalen me plumba, se koha nuk i mbulon figurat e mëdha, se brezi që vjen ecën në dritën që lanë prindërit e tyre. Besjani është sot aty ku dikur ishte Xhema, në zemër të komunikimit politik, në mbrojtje të fjalës së lirë, në përfaqësim të qytetarëve, në krah të LDK-s dhe të vetë Republikës Kosovës. Ajo është dëshmia se jeta e Xhemalit nuk kundërprejnë, ajo vazhdon me familjen e tij, me mendjen e tij, me shtëpinë e tij politike, lidhjen demokratike. Të dashur pjesëmarrës, sot 25 vite më pas, kur shohim sfidat që përballet vendi ynë, kur shohim se sa shpesh përplasja zëvendëson idenë, sa shpesh gjuha e urrëties zë vendin e mendimit, sa shpesh faqja zëvendëson substancën për mbajtjen, atëherë kuptojmë edhe më shumë se sa shumë na mungon qetësia, mençuria dhe maturia e njerëzve si Xhamal Mustafa. Sot kur Kosova ka nevojë për bashkim, ai na kujton se shteti ndërtohet me vlera. Sot kur ka nevojë vendi për drejtësi, ai na kujton se vërteta nuk blihet, nuk friksohet, nuk dalet dhe nuk harrohet. Drejtësi për Xhemën kërkojmë secilën ditë, por as sa ka LDK, qytetarët e Republikës Kosovës, këtë drejtësi do ta kërkojmë. Historia e Xhemës është histori e jona, histori e Kosovës, histori e guximit intelektual, e rezistencës morale dhe e dinjitetit kombëtar. Historia e Xhemës është një prej historive të burrave që nuk u larguan, që nuk u friksuan, që nuk u bindën sepse besuan. Dhe sot, ne që jemi këtu, kemi detyrimin të mos e harrojmë atë besim. Të punojmë për një Kosovë të lirë, të drejtë dhe demokratike, të ndërtojmë institucione që mbajnë peshën e sakrificës së tij, të flasim me maturinë, të veprojmë me mençuri dhe të udhëheqim me përgjegjësi. Sepse kjo është Kosova që ai deshi, kjo ishte Kosova për cilën ai punoi, kjo ishte Kosova për cilën ai dha jetën. Lavdi jetës dhe veprës së Xhamal Mustafës, lavdi penës së tij, mendimit të tij dhe guzimit të tij, lavdi figurave që ndërtuan këtë republikë me shpirtin e tyre, ne do të mbajmë gjithmonë gjallë amanetin e tyre. Kosova nuk do të harrojë kurrë. Lavdi. Në atentat, në përpjekjen e dytë kriminale ishte vrarë edhe kolegu e miku i tij e yni, Enver Maloku, shefi i Qikut në janat vitit 1999. Me sulme mbi jetën dhe veprën e tij ishte përballur edhe presidenti Ibrahim Rugova. Njerëz të tjerë ilustrativ të rrethit të Rugovës, që në bërë pashtu tabelqitjeje e kundërshtarëve të lëvizjes autentike shqiptare për Kosovën e lirë dhe të pavarur, të cilës i printe atje themeltari shtetit tonë.
Kam punuar me Xhemal Mustafan gjatë gjithë viteve 90 në Çik. Ishte njeri i dashur, i prajshëm, i ditur, i përkushtuar. Si njeri i palodhshëm në punët shtetërore, ai për vitin 1993 e bënte njëkohësisht edhe punën e këshilltarit dhe të zëdhënësit të Ibrahim Rugovës, të detyrë të këshilltarit dhe të zëdhënësit të presidentit Rugova, e kam bërë pastaj unë në vitet 2002-2006 deri në frymën e fundit të prisit tonë. Tash, në 25 vjetorin e shkurjes së Xhemës në Amshim, flasim për jetën dhe veprën e tij. Për gjallë botoj 2 libra, Mrekullia e shkrimit botuar në vitin 1998, Vështrime dhe ese kritike dhe një lutje për Prishtinën botuar më 2000 me nëntitullin Domethënës, 78 net, prike kur ajo e shpreh. Të 2 këta libra e ribotuar nga Fondacioni Ibrahim Rugova më 2012. Këto ditë botohet dhe e praplote Xhemal Mustafës në 5 vëllime, do me thonë këto që ka botuar dhe shkrimet të tjera të përmbledhura përgatitur nga Ibrahim Berisha. Nuk isha mujt kur me besu që 34 vite pas, ose sakt sot në këtë qerek shekullit vdekjes ti, unë kisha me u adresu para të pranishmëve për një fjalim. Fjalim që nuk kish me kërku asgjë tjetër veç vënien e drejtësisë. Shumë nga ju folët këtu për Xhemën si figurë e kombit, për Xhemën si figurë intelektuale, publicistike, etj. Unë kisha dash me folë për Xhemën si babë, si bashkëshort, si vëlla, si birë, si pjesë e më e ngushtë e jetës tonë. Sot është një ditë që e ndjej shumë thellë. Një ditë që më kujton se sa gjatë ka kaluar, por edhe sa pranë kemi në mendje dhe në zemër. Kanë kaluar 25 vjetë që kur ne humbëm bashkëshortin, baban, vllaun, familjarin dhe mikun tonë. Një qerek shekulli babë. E megjithatë ka momente kur mungesa jote më duket po aq e freskët sa hapi i parë i kujtimit për ty. Ka njerëz që i njohin përmes viteve që kalojnë bashkë. Babin, unë dhe Besiani në moshën madhore e njohëm përmes mungesës së tij dhe përmes çdo gjëje që ai ka lënë pas tek ne. Ka ditë kur mendoj se si do të kishte qenë sikur ato ta kishin pranë në momentet e jetës tonë. Kur kemi pas frikë, kur kemi pasur nevojë për një dashuri ose për një këshill, kur është na u dridh zemra qoftë prej gëzimit, qoftë prej thevrimit, kur kemi përfunduar fakultetin, kur kemi martu, madje kur kemi kriju edhe familjet tona, kur Lora dhe Gemi nuk e njohën gjyshin e tyre. Ka edhe shumë kur të tjera, por të gjitha mbetën fatkeqësisht në gjysmë. Sot në këto momente unë nuk kisha dashur me nda veç mungesën e tij. Kisha dashur me folë për lidhjen tonë, atë lidhje që nuk është ndërprej asnjëherë, ndoshta ishte vetëm ndërprerje fizike, por jo shtetërore. Jeta mori kthesat pa drejta si çdo shpesh na befasoi. Dua të mendoj për atë pjesën e tij që e baj brenda vetës, pa e kuptuar mënyrën se si e dua babin, por gjithmonë e dua afër vetvetes, për familjen time. Dua të besoj për gjërat për të cilat luftoj. Dua të besoj për mënyrën se si mundohem të jem njeri i mirë. Sikur çdo ditë të jetë një mënyrë e vogël për të vazhduar për atë që ai ishte, për atë që ai përfaqësoi. 25 vite nga vdekja e tij, konkretisht nga vrasja e tij. Ky përvjetor nuk është vetëm datë. Është një ndalesë e vogël për të thënë me vete. Edhe pse ti nuk je, ti na ke rritur. Na ke rritur mua dhe Besiani. Ti na ke formuar. Na ke dhënë një forcë që nuk e kuptoj gjithmonë, por padyshim e ndjej, është prezente tek ne. Dhe është ndjesi e butë, e ngrohtë, që më kujton se dashuria e një prindi nuk matet me vitet e kaluara, por me gjurmët që ai ka lënë në jetën tonë. Xhem, sot pas 25 vitesh, mallin e ndjej po aq thellë, por e ndjej edhe krenari, mirësinë dhe dritën që na e lë. Dhe kjo vazhdon me na mbaj, me na shoqëru.
na mëson çdo ditë se dhe dhimbjet më të mëdha në jetë shpesh shndrohen në forcë. Pushon në qetësi dritë e bardhë e shpirtit tim. Faleminderit që të Ndër themeluesit e lidhjes demokratike, lëvizjes për liri, pavarësi dhe demokraci, shkrime për letërsi, deri kur gazeta letrar që hyri në terrenin e politikës.